Milet! Oh! 1, 2, 3. Oh! Aha, hiko në mua kapak. Hiko kapacka. E mërë dronë, qamë ke bë. Hajde. Në që? Futa. Futu mrejna. Jo, si shkë nga pasë do bëj drone. Shko, të mua aty. Di nga në tjetër. Futu tash në makinë. Ta shi futu dhe bëri treja. Vëllë dere njona. Na ka humë droni, na ka ra. Po hikse. Sa kemi? Do thonë që e ke bërë me skenane. Ska gale, sa kemi, kanë qatë dume, sa kemi që kërpem? 112. 112, 3.20. Kemi një foto të fundi që ka droni me këto chat GPT-a, me këto gjithë. gjithë. Hum jana, hum mango, hum droni. Po nuk është të thënë, po bëmi gjonë, do na shkoj tërë, nuk e di. Kemi foto të fundi që ka filmu këto fuqi këtu, duhet tjetë diku këtu. Shkova herë, për të ja po shet që të soha mirë, se nuk është tu ta kërkoj edhe herë, po sa shu do vi nesë ta kërkoj. Jo, më qa nesë. Jo, më do vi nesë për atit e mi mirë? Po. Mes shara të kërkoj dronin. Nuk e di dhe që të kërkoj kot. Nga provaj kam që atë filmimin e fundi që ka bërë dronin. Po shumë tereni kejtë nuk. Sa e thot 20-30 metra lartë, 20-30 metra poshtë. Se kejtë dhe nga përkale. Është shumë të rëmi pashkelli. Barë, fajrë, në 2-3 metra. Është pa më. Si të korzi vërën kashtë. Si të korzi vërën kashtë.
Kun si më të heska aty mi. A bën atë kilometra? O jo, mi si bën atë kilometra e thënë. Për të vishë të bëmë më të farë, të së më të platë për. Në më që në shajë të bëmë. Heç paska që janë kjo maqinë, vërtet. Droni e gjithë kjo maqinë. Ashtu s'ka në më. Ja. Skemi pse lodhemi më tutje. Se pasha të burën. Po ta vem çadrën. Sigura vem çadrën. Jemi këtu mbrapa të vem. Si se I ka bot deri këta? Që imagjinat na vjen deri e gën këto natë. Si të bëj deri? Deri e gën net. Si të mi s'ka deri e grimi? Këtu me e vo. Këtu me e vo çadrën. Se se po me. Po ti do më nimosh në gjohë apo? Pra me o çapa. Apo vari epet? Një shkop e pas kam me u majt. E pas kam një shkop, si shkopi I shtrigës Barbardhës. Ne do javim derën, shohim pemët kur dalim. Ore derën do të më vë gjithmonë atë pallëzoshe ty njëna ndryshe. Si shtyga më? Do të hyj njëna. Si këte? Po, derë gjithmonë ndryshe. Hajde shtyga. So, hajde këni sa më drejt që është ne. Po të është drejt to, bu, drejt është to. Drejt është po, se është bari. O, me të prit ty unë po hajde herë. Tash ti, derën nga do e lem. Te, Nga? te. Se nesë hase e frimë dhe e ndrojmë. Pos, ngrej hopa herë. Edhe pak. Bo. Ashtu. Hajde. Hape kështu. Hajde barë, s'ka gure e ferë. S'prishme. Hape këtë tjetër. E co do hek në kjo çadër. Fiks fare. Pampën e s'ke marrë pampën. Hajde, kom marrë pompën. S'pas kam marrë pompën. Ku e ke? Tashi, soba është këtu.
A ta frym një ta shohim ko soba. Ja për kur soba se shof ato. Lamarinat. I bie dera tjetër ande. Si i tjetë dera tash? Hyrja tjetër ande. A? Ande thym. Po pra ndet hym. Pa. Hajt. Me pampa. Hajde majt në gjeshu këtu. Pa ty s'ka lotën duke ti. Ani mrapa do jetë pamja mi, më duke sonë zitu. Hape. A shkon një në kam? Kape këtu. Baj. Aty dhe në majt në gjeshu këtë mos dali. Ta frymë e këtë në. Të me makinë, jo ka. A shërë fjo hapë. Do të lagë, ku shumë shpirë të hapin dhe lajmë minje të kemë në ato gjërë. Ta bëjmë gjamë. Hajde fshirë këtë tjetër. Edhe ajo është me ujë me krip. Do të pastru. Merit. Duke Qa bën, moj? Më fik mikrofoni, mo. Qa bën?
Mos i ra bateria. Qa bën? O ja. Qa bën mëj? Ja për të në zgjarin ato. Na. Ma vend që karikim që i ra bateria. Si hedh gjërat. Mos i luj ata. Mos i luj. Kyqa. Dedim që sot në marrë. Në këto të prashët i fund. Mhm. Lën kështu ja. Po mos i ndisje tani më bu. Po çiku ti lën për bukurit. Ashtu. Jo është. Pasa që modeli vet. Nana fare. Sa në tjetër? Po, pasë më shumit. A tjetër vene me i cep, mos ke ku e vektën mes. Po të algoritët të katra, kështu. Vene aty. Aty. Ose mund ta shiko. Mund t'i ngjo, i vend të katra këtu, po du t'mi bu dy anash, dy këtu në mes, ha, fiks. S'ka gjë. Ja. Vend të këtë urinë. Ose këtu. Jo, s'pas e gajtë.
Kemi të mira sa dushim. Shërë, ka have këtë sa burë. Flak. Druk tu ka sa dush, s'ka borë. Hajde vija! Asha e marun. Ngrat. Po shmishi. I kam prek hadin ta. Sa mirë? Në t'i marinoj. Bëja ma është të laj peperizije. Nuk je nose fare, qa nose? Nose me dëmë. Ku e ke nosën ti mi nose? Ku e nosë ti mi nose? Ziqesh, qef. Jan. Hajde ku ke sobra, ne që këtë. Hajde unë me mami, të si të ngrë. Të shumë ngrë. Ngrë bica. Po Jan. Te unë grafën, te u ftafën, mos e pa. Da ham nësë për jashtë. Livi mish, da mish Jana. Ja. Ka s'ka më shirë jashtë. Më shia ma mirë shumë kam. Tof tjeka. Da hadde noe opp du. Nese, si Brezovic nuk është për prapë top. Ja. Apo to Po ma nakë se Brezovic. është top ma i keqë. Oh, mërzer. Si ka thonë e më me grof. Se ftaft. Më me ngrof të ftaft. Ashtu ka thonë në shumë e vërtet. Pejtë të jabë bëmë këtë për ti. Unë them kësho burë, pas kalove një... Si është aja? Pas kalove ato sfidat, nuk e shijon. Asit mje, kështu që në meta një... Ja më baje, drani është dëmi ma të mi. Po ta gjemë mërë burë, tani pritë ne i kemi paka shumë
E në pamjen e fundit, e në gjitha vetëm se ti ke qenë shumë i lodhur dhe i papërqendruar. S'kisha nervahish. Me pasha. Në ma një biskot nga e në hajdu ullë. Hajtë ma si tjetë kismeti ta shifë. Mend për her tjetër o burë nuk du të marrë vetëm mund të jana. Do të mande kalamajt e që për shumë ata i lishën nesë me jana, to hikshin. Shive që është honër, shive. Shka po e zote. Pse është e kuqe? A pra ne lefshin ujtë? Palos. Më gjithë njerës mirë. Kam lënë mirë në janën. Në shkët kërket dranin. Po se gjena dhe sot. Shnash. Nga marrë të keqen e kalamaj. Ju përshëndes. Shkët në hasë një jarë makina, jarë e gjysh. Nuk e di. Se moroni fatë të më dotë. Kur ta shifni ju e kam gjetë ose kam gjetë. Dhe në shpi. Që që ishala e gjetër. Dhe bëjtë është një zvet. Nga po shkoj. Po. Jerë. Këtu a zhvit s'kan kalu, jo më rogë. A zhvit nuk kale. Ndolla me një prua. Të shita shohë. E mërë dronë, qam ke bo. Qam ke bo mërë dronë. U s'pon fut. Si s'pon dekë sa uzima mishë. Nuk po marrë vesh asgjë. E di ku t'i thonë asgjë. Asgjë s'po marrë. Kjo është mora. Se shkam qa filmime për shoftu dhe droni. Ke kjo që e komandon. Në qanë dhe rëti po s'po i japë konin t'haje. Nuk e di. Sofën të shi. Shpresa funit. Ka drejtu këtë. Nuk e proj. Më si bre kam trullu më poshtë, nuk e di. Ora është 12:30, njësa është. Në dhe le të këtu. Mos më prishën me vete. Edhe ta provoj. Këtu është shumë frata. Të shi droni me sa bëshof nuk e gjej. Ta provoj dhe këtu, dhe pak në bëjmë një video për YouTube. Të shi si në me droni, s'ka hum shpirti, po i natë vjen me plas. Këtu e të regona, ja. Gjelë që ka këlla kam. Gjithë të avër. Po e mbyllë të shida shofësik me detaje që për pëngë e këtyre. Droni në ala shëndin. Unë lada. Do vazhdoja, po më duke si gjekat. Shpër nga mos të keq në kalamojve. Fëmijë edhe tujve. Dashami. Tani të shikojmë rëndimin e mirës. Edhe t'janës shofi që ka të bërë, ka pas prit.
Oj, Mira. Mira. Ku je? A s'ke dalë fare nga çadra? A? Fare? A kishe frikë? Droni na marrë të keqin e kalamajve. Oj, bia ime. A mirë? Na marrë të keqin e kalamajve droni. E kam seriozisht. A? Vdek të jana pami se s'talin. Nuk talin për zotin. E në ujës mosha. Vdek të jana me mashtrusë. Vdek të jana. Vdek shincollë. Po e në unë besh me daj, nuk e gjeta mi? Mi. Ti ke sa është ora? Sa është ora? Se ke vonë? Sa është ora? Grosh me mish. Sa është ora? Se di, 2-3. Ke dalë qënë tetë se pas ke gjetë. Po se kam gjetë me vdek shti? A kërkove më aty në atë vend? Gjitha ne moj nuk lash vend pa kërku. Nuk e kam gjetë vdek shti. Të shqipo e mbyllë, të ndash beson Por dhe gjithë nashke vdek shti, vdek. Vdek shalla pak dru. I bëra du të me maj. E bëra vëndin lëmë shpistu. Du të me marrë të tjera. Ta shi mija o bë gangstere, se kur jam mund këtu është gangstere, kur s'jam mund këtu fëndon e qanë. Ka shku të marrë dru. Po ti kishe frik, mëj? A kishe frik? A? Po a kishe frik? Po pse më bë gam mu pra? Dhjakse. Po ka u bërë gangstere ti martu? Ka u bërë gangstere martu ti? Bolër e bolë, ma tash mos më lodh. A? Mos më lodh. Si mos lodh? Mos më lodh. A i kupton fjallën shqip mos më lodh? Hajde ma e mdrut, hajde. Jo, meri vetë. Po pas ka shumë. Po mera sa mundesh se kam marrë gjithë ato unë. Sa bukur duket e mirë. Është super. Shiva me të po më ka ikën gota. Ku t'ike gota? Ju përshëndes me këtë pami. Si gjithmonë ne jemi në maj. E? Kam bërë qenë të bëta, bëbë. Hajde. Në që këtë mush dhe ujtë nuk e luj kamën më. A kush o tërsi? A thu ti e tërsi? Po. Përshëndetje miq, uroj që t'jeni mirë të gjithë. Tani unë kam dëshirë që t'ju prezantoj pak edhe me çadrën, edhe me vendin ku jemi, po edhe me peripeci që na ndodhen gjatë rrugës dje kur po vini. Tani kjo është çadra janë. E dini, e keni parë disa herë, ja ku kam ndez dhe sobën, është ditë, nuk është shumë ftohtë. Ja dhe krevati ku flejmë, edhe jona që po ha mishë dhe si që ka jona më shumë rëmuja. Gjithsesi na ketë jetën vetëm tjetë e lumtur dhe e qetë, kjo ka rëndësi për ne. Vendi ku jemi në qafë shtam të Krujës. Jemi gjitur shumë lart. Vendi jashtë është shumë i bukur, ja unë do mundojmë t'ua shpjegoj. Edhe t'ua tregoj. Është shumë bukur vetëm se është shumë lart. Edhe nuk ka këm njeriu. Ja. T'ua tregoj tani gjithë pamje. Është shumë bukur. Është komplet me pisha, është qetësi absolute. Koha është e mirë, ja ku kemi vënë dhe çadrën. Sa bukur duket çadra nga jashtë. Është një qetësi, domethënë unë kisha pas nevojshme këtë qetësinë. Ika nga ajo zhurma e Tiranës, nga lodhja me fëmijët. Jam vetëm me Janën, po thuj se gjithë ditën kam qenë me Janën vetëm sot.
se po ju tregoj tani peripecit që na ndodhën dje. Imagjinoni o miq, janë vetëm me janën këtu në mes të malit. Do u them pastaj ku ka ikë çimi. Shiko ç'a pamje është. Pamje magjike. Kam harru të vë mikrofonin, po s'ka gjë, si gjithmonë unë si bëj gjërat tamam. I bëj gjysma. Ja, shi sa bukur duket ajo çadra aty. Mrekulli. Tani unë do ulem. Do ulem tu dhe do ju tregoj se çfarë na ndodhi dje. Dje u nisa, u bëm gati, ne të tre si gjithmonë, tre musketierët. I morëm të gjitha gjërat. E u nisëm me bismillah, me thënë drejtën. Mirë po, njeriu nuk i mendon asnjëherë, nuk i mendon. Mendohen edhe pengesat, po nuk i imagjinon kur të ndodhin gjërat e papritura, kur ti je i papërgatitur. Po vinim rrugës o miq, u lodhëm i çik, edhe kaluam krujën, po vinim lart këtej. Në një moment, siç e dini ju që burri më si shtatanik, donte që të filmonte me dron. Mirë. E vuri dronin në punë, filmoi disa pamje. Nëse e uli dronin e mori, u nisëm. Pastaj donte që ta vinte që të ndiqte makinën. Unë fakt në atë moment isha si e përgjumur. Unë ngritëm herët, isha dhe si e lodhëm mzuri dhe nuk është se mzuri makina, po më turbulloi. Edhe tani në atë përgjumësinë time, një sy hap, një sy mbyll dhe s'isha fare, domethënë vigjilente dhe po më thoshëm ajo mira, po mundohem ta ndes dronin dhe ta vë kështu pas që të më ndjeki makina, që të ndjeki makinën. Edhe unë tani si e përgjumi, një moment hapa sytë edhe pash e linte dronin ndezur, e ndërkohë po bënte këto provat se se nuk është se e dinte tamam, si ta përdorte. Edhe i thash unë një moment, ore mos e lër dronin ndezur se po i bie bateria, do t'i bie bateria, jo e tha se mban ai. Pastaj më zuri prap gjumi mua, kështu punë sekondash, punë minutash. Vetëm se e mbaj mend që kam dëgjuar që tha, e vura në punë, po na ndjek, po ndjek makinën, sa bukur këtë, ande shumë i lumtur ai. Kur i vjen njoftimi aty te pulti i dronit, po i thoshte të kthehet në shtëpi, domethënë po i bie bateria dhe droni duhet kthehet në shtëpi. Mi po tani droni e ka kështu o miq për ato që nuk e din. Në vendi ku niset, aty duhet vi. Domethënë e merr komandën ashtu. Ne tani ishim largu nga vendi i nisjes, ne kishim ecur goxha. Disa, nuk e di se sa kishim ecur me makinë, tani nuk e kam iden, po kishim ecur pak. Tani çimi kur erdhi njoftimi që duhet të kthehet në shtëpi, nuk ja dha okejn, se po ti kishte dhënë okejn, edhe ne të ktheheshim, do rezistonte pak, se kur të vjen njoftimi, mban disa minuta, domethënë bateri, nuk është se fike direkt droni. Ky e neglizhoi, nuk e mendoi se do t'i dilte rreziku, edhe nuk i dha okej. Po u mundua që të kthehej. Jo, ndaloj makinën dhe priste që të vinte droni aty. Mandja burri tim. Si përfundim pastaj zbret nga makina, mundohej të ande dhe vetëm ngjoj që tha se ku shkon ky budalli, thash, unë ndërkohë ishte kjo ozmo ndezur aty në makinë. I thash, mbase ka filmuar atë moment, mbase do ta lidhi me këtë që po flasun tani. I thash, budall droni si i zoti. I zoti budall dhe droni budall. Unë kështu me shaka. Kur vetëm kur ngjoj tani disa hapa që vinte me vrap, thash ç'a ndodhi. O mira, tha, iku droni, ku iku ore? Iku, tha, nuk e gjej dot, nuk e di ku ka rënë. Qa thua, u bëm o miq, për zotin, ma besoni, kemi ardhur, kemi lënë 4 fëmijë të tjerë atje. Mezi bëm gati janën, kush i ka në shtëpi, di se si janë këto fëmijë, hyjnë dil mezi, hypin makinë, i morëm gjithë ato gjëra me vete, tani me thënë drejt në sakrificë është ngarkosh shumë gjëra dhe për një natë, për 2 net, nesëm, Unë nisëm, u lodhëm, më filloi dhe koka pastaj nga stresi, nesëm, më zbrit, filloi çimim, sa me ChatGPT, sa me këtë pultin e dronit, shko këte një jepte atë vendodhe në një vend, pastaj këtej pasande, pa egzagerim më mish 3 orë gjysmë, gati 4 orë kërkim. Unë pastaj ishte goxha rrugë nga aty ku po kërkonim dronin deri këtu ku kemi ardhur ne, ishte edhe një orë tjetër rrugë. Erdhëm, zbarkuam gjërat, i rregulluam, hapëm çadrën, po snuk, humori, hiku humori, sikur na u pren gjunjët. Dhe filluam debatin e të dy. Se unë i thoja,
Unë i thoja, ai ma linte mua fajin. Po normal, unë do lodhem se unë mendoj për të gjitha, për filmimet, për dronin, për këtë, për atë, për ngakim, për shkakim, për të hap çadrën, se ti s'bën as i punë, ti si kalamajt e tu, jeni gjithë njësoj, ti dhe fëmijët e tu jeni njësoj, thash avash një herë, avash. Tani unë qa të bëj unë? A unë e kisha fajin që hapet dronin ti dhe hiku droni u zhduk. E para, e dyta. Për këto që më thua ti, o mira, hajde këtu, më filmo këtu, bëj këtë, hajde hapim çadrën me këtë, unë të kam qëndru gjithmonë. Edhe aq sa di bëj, unë nuk pretendoj se i di gjitha, po ti mos ma hidh punën poshtë. E filluam ne, kush e ti e kush jam unë, kush e ka fajin, fund fare tash e di si është puna. Ne me kismet Zotit do vazhdojmë prap me udhëtimet tona me të gjitha, por një gjë duhet ta kemi parasysh. Duhet marrim parasysh edhe pengesat që na dalin rrugës, edhe duhet të jemi shumë vigjilent i menaxhojmë situatat më së miri. Si më tha muaj. Ja për shkakun tash ndodhi kjo e dronit, po. E humbëm, po. Tani e kërkove dje, e kërkove sot, do ta kërkojmë edhe një herë nesër kur të kthehemi kismet Zotit mase do ta gjej unë. Po dhe po su gjet tani shnash, bli një dron tjetër, filmimet me dron tani në këtë vend ku jemi nuk është se do t'i bësh, por çon si ka me sportivitet. Filmo me kamerën, me telefonin, të fillojmë rutinën tonë, edhe gjëra që kemi marrë ti ham, edhe të shijojmë natyrën, edhe të rrim të qetë se jemi stresuar dhe dje dhe sot, edhe kaq i thash, këtë gjë duhet bëjmë. Mes malit çimi thop se ke frikë. Ore frikë është tani si thoni, ja tu tregoj edhe një ku jam unë. E si përfundim ai ka shku të mbushuj akoma s'ka ardh. Imagjinoni t'ja ke fut për Tiranë. Imagjinoni. Edhe mund ta bëj, çfarë spret për aty. Shiku jam unë këtu. Që të më vi Arusha edhe të më thot mi mrama, si kalove. Jo në ndërkohësh në çadër. Jemi në çadër. Jemi unë dhe Jona. Jemi ne të dyja. Se ne të dyja nuk ndajemi kur nga njëra tjetra. Jemi në mes të malit o miq. Në mes të qafshtamës. Vetëm ne të dyja edhe Zoti i lartë. Po presim na vi zotria, zotria s'ka ardhur akoma, ka shku të mbushuj. Edhe kështu o miq. Ai pak çak makullën ta ndesh letrën. Faleminderit. Shumë faleminderit. Në kjo maru tash në bekop zotë. A shikoni sa bukur duket? Prit ta kthej që kamerën. Sa bukur duket nga këtu ku jemi ne. Dielli. Sa bukur duket çadra. Kur të shohë çimi këto video do thosë më pëlqen fare se ke bërë hiç mirë. Ja dhe soba kam marrë zjarr, kam vënë grosh aty miq. Po ma, mirë jeni? Si ndiheni nga ana shpirtërore psikologjike? A di çfarë mrekullie është o miq, vetëm se ju thash edhe te video më përpara që na donin ca pengesa, por do ta kishim shijuar në maksimum. Unë prap po e shijoj, me thënë drejtën. Unë prap po e shijoj se s'kemi çfarë të bëjmë, kështu është jeta me dallg, me pengesa. Po ne duhet të ecim përpara, duhet ta shijoj. Unë edhe pse jam i çik frikacake, po mundohem ta largoj frikën, se kur shoh të bukuri që ka bërë Zoti i Madh, ja vlen ta shijosh. E më hikan dhe frika. Ja dhe 2 aviona. Prit. E shikoni? 2. Qielli, toka, Zoti i lartë ne poshtë. Tani unë duhet ulem në një vend tu që të kem dhe jona para syve dhe të flas me ju. Ja. E gjeta. Opalaç. Po tani. Mirë jeni? Tani. Dua që t'ju bëj disa pyetje. Mendoj se burri im kur të bëj editimet mbase këtë video do ta përzjedhë, do ta publikoj se dhe ai është me qime, si pëlqejnë gjëra që bëj unë, punë e madhe fort. Unë jam reale dhe kështu do jem gjithmonë. Atë që ndjeja të them. Prit se më pas ka rënë kjo. Më pas ka rënë kjo gjufka. Jam mirë kështu. Ka lezet me mikrofon. Pse bijemi? Pse mi bije të bekov të Zoti? Tani o miq, unë e di që ju jeni shumë nga ato që na shikoni, na ndiqni, jeni me ne pothuajse çdo darkë të live edhe videot na i shikoni të gjitha.
ta nisim nga Aja. A do doni që t'ishi tani këto momente me mua këtu? Pyetja e parë. Si ndiheni në këto momente që unë po ju pyes edhe ju jeni në shtëpia tuaja ose jeni në punë, varet se ku jeni me një kafe. Si ndiheni këto momente? A ndiheni mirë, a jeni të lodhur, a keni motiv për jetën apo jeni gati në dorëzim? Unë kam, nuk e di, por edhe unë nuk jam perfekt, edhe unë nuk është se jam e fort gjithmonë, por aktualisht, për shembull, unë tani dua ta bëj bashkëbisedim me ju virtual, pa marrë përgjigjen tuaj, po e imagjinoj. Për momentin, si çdo njeri dhe unë kaloj ato sfidat e mia dhe dje, siç u thash, na ndodhi problemi me dronin, nuk e gjetëm dot. Për momentin çmimi tani s'po vjen, unë dyshoj se ai ka ikur në Tiranë, mua nuk më thot. S'ka problem, unë do ta marr iniciativën, do rri me Janën derisa të vijë, derisa të kthehet ai. Edhe po më zoj nata këtu, do bëj video, me ozmë se telefon s'kam, edhe do më duket sikur ju kam juve afër. Dua të them këtë, po pranoj realitetin. Edhe pse jam në majtë e malit vetëm me Janën, si që është Jana, edhe pse kam pak frikë, do mundohem bëhem e fortë. Tani, jo më ka të hapa bisede në këtë formë, që a do doni t'ishit me mua, se normal, kjo qetësia këtu, kjo ajri pastër të bën shumë mirë për anën psikologjike, shpirtërore, fizike, ka shumë të mira. Se harron përditshmërinë, harron rutinën, harron probleme që ke në familje, në punë, gjithandej. Unë po ju jap shembullin tim konkret edhe real, që jam shumë e fortë dhe jam burnesh dibre, ja vlen, e meritoj më së miri fjalën burnesh. Jam në mes të malit, vetëm me Janën, pa telefon, edhe pa vendosje, nuk e di njerëzit se ku jam, vetëm burri im e di. Kështu që ai s'po vjen, do thoni ju, me mbush ujë vajtemi ka 3 orë që ka shku. Uji nuk është në Tiranë, është këtu në gjysmën të rrugës, ose jo, më afër. Nëse. Tani, a jam këtu unë po? Ta shijoj momentin. Edhe pse kam pak frikë, edhe pse jam vetëm, edhe po merr edhe në gjekte mbas kurizi, s'ka problem, do ta përshëndes. Jo më katin ndaj këto gjëra me ju, miq, këto janë momente reale edhe gjëra që më ndodhin mua pa filtra, pa skenare, pa intriga, po mua më ndodhin dhe unë dua t'i ndaj me ju që t'u jap forcë, ka nga ato që për shembull mund të kenë gjëra shumë të vogla dhe ankohen për gjëra të vogla. Unë i dëgjoj, i kam në përditshmërinë time dhe nuk e di vjen me qesh, se them si kam mundësi, do thoni jo po dhe ti interesi e ke. Ore, dakor, çdo njeri di vet hallet e veta, i di vet ku i pikon çatia. Po unë dua të them se si menaxhohen gjërat, si menaxhohen situatat e jetës. Nuk e di, po varet se si çdo njeri i përjeton situatat, varet se si i shikon, varet sa optimist është dhe sa pesimist është. Kështu duhet me qenë shumë optimist, miq. Duhet me ja dal, nuk di çfarë them. E di pse nuk di çfarë them, se më shkon mendja në gjithë andej. Këtej flas me ju, këtej mendoj them po sikur të vjen gjë këtej. Po unë s'kam telefon, po si do t'i lajmëroj njerëzit. E po mendoj tani këtu të paktën pas ka vend më ul helikopteri. O zot, kjo mendja ime, kjo më të shmendi mua. Mendon në qindën e sekondës mendon shumë gjëra. Do të çojmë miq ton mbyll dritaret. Edhe tu fut me në çadër. Sepse më bika kjo, nuk e marr vesh. Tani o miq do filloj me këtë dritaren këtu. Me një dorë jam, po s'ka problem. Do t'i bëjmë me një dorë, me 2 duar. Ja. Në grafim çadën tani do ta bubullojmë sabën. Sante me sa shoh, po sante do rrim unë Jana, pa le deri kur. Po s'ka problem, do rrim. Do rezistojmë. Do na mbroj Zoti. Shtu dhe. Iku dhe kjo punë. Si mendoni jo miqa, do këtë ikë qimi në Tiranë? Për zotin pa egzagerim është 3 orë rrugë. 3 orë po them unë, po mund t'jetë dhe më shumë.
3 orë me shku, e 3 orë me ardh. Atë e bie nata këtu, s'kam dhe orë fix me pasa është ora fix. Jana do vi do të mbulem mami dhe me organ dhe me batanie, do bublojmë sabën, do rim të duja ngratë e ngratë. Oce. Oce, maj. Pa. Është shumë ftohtë. Është shumë ftohtë, more. Ja, u që më ladhen. Duket se po na vjen ai zotëria. Ta shohim një herë. Ta këqyrim. Se ku ngjova një zhurmë makine. Masa më bëjnë dhe veshët më të shi. Shihemi qa vendi është. Prallë. Ua, kjo që të duarve. Sa po më dhambin. Jana! Nuqe! Ma e dëgjoni në zhurmë makini apo më bën veshët mu? Ande pas e fshat. Ma tanë malëve. Qa qëtësia është amiq. Qëtësia e frikshme. Atë bërtas njerë, e disi është të një zëri. Po masë të bërtitu mos të arusha, pas ka njerës atje, pa të shkoj njëherë. Kam hatë se mos më gjëna i tjetër që po vjen thot qa paska, mos i ka shku arusha më vërte. Në më bëj për një lek pas ta. Ha më të bërtas ajo! O, Milet! Ua, si është të i ka zëri. Oh! Qa mrekullie. Arush, hajde, se jam bërë fort. Një, dy, tre. Oh! Ata njerë di burim me vrap, thot, ha? Jerdë Arusha asajt. O, qlirim, hec! O, qlirim! Hajde se na zu nata! Aha, hiku në mu ka pak. Hiku ka paçka. Ka që pata dhe unë. Hiku ka paçka moj, hiku ka paçka. Hes njerë do vdesim. Rënë ti ka që pash të bukuri para se të des. Si thonë ju, mi qa ja vden? Ja. Nga gjithë kjo bukuri, shkon ka jo bukuria ati që s'na i kam pas sytë kur. Nuqe ime, jona puqe mamin, puqe. Shpirt. Të dua shumë. Të kam gjanë, të kam nuqe. Tralala, moj tralala, qna ka gjithë. Mirë tha, jo, po ju, po qenë mire bukur ngrata të në shpivë, se mi, o kruhen brinit dhe hiknin atë ftat. E lodhe një raskapiteni, e po, kjo dhe adrenaline që është, së është ati në shpi. Ja, shqipishat. Shifni sa bukur.
Unë mendoja miq se kjo kjo videoja që kemi bërë ne këtu ka përshku nja 2 orë. Nja 2 orë video, po do ketë gallata. Me këto gallatat e mia. Çadër më çadër. A mi që shumë bukur, po dhe frikë, ta dini. Kur e mendon se je vetëm, se me pas njerëz tu e shijon maksimum. Si thoni ju, ta bëjmë, ti shkëpusim këto pjesët apo ti publikojmë gjitha se do jetë e bukur? Do jetë gjë e rrallë. Janë përjetimet të momentit o miqto, janë reale. Ja dhe dielli është atje, është fshehur pas pemës, po perëndan. Imagjinoni o miq, si thoni ju vërtet. Se unë po e marr me shaka, po më duket s'po vjen ajër. Mund të vi këtu nga ora 12:01 e natës, mund të rrijon deri në 12:01 natës, vetëm me janë në çadër. Do bëj video pa fund. Do flas me ju. Do imagjinoj sikur kam gjithëve aty. E po më shikoni, po më dëgjoni. Ndërkohë kjo është video, nuk është live. Unë do mendoj sikur jam live, Edhe shi avioni sa bukur. E do flas pa fund, se çfarë do them zoti e di më. Nga frika do prradhis katëm kat gjëra kati. Ba, sa e frikshme të rishin gjithë të pyll vetëm me janën është të merë. Është merë, mish nuk e di se do t'ja bëj. Oh, edhe më e bukra, edhe më e veçantë është se ju asnjëri nga ju nuk e dini se çfarë po them unë tani. Asnjëri nga ju nuk e dini se unë jam vetëm. As sikur të kisha telefon të hyja live. Do i thënë në njëri që ka mundësi, aman merr një helikopter dhe hajde këtu. Do i thënë Kristinës, Kristinë, aman Kristinë, hajde, merr helikopterin dhe hajde. Do i thënë Boris me gazepin. Aman, hajdeni me mua më bëni shoqëri sante, do i thoja. Po ku ta gjej telefonin? Ku ta gjej telefonin? Më thoni ju mua ku ta gjej atë dreq telefoni. Që s'u bëra njeri asnjëherë që të marrë një telefon, sikur një telefon me butona. Një Nokia të thjeshta kisha vetëm me fol me njerëzit. A idiote unë. Nuk di çfarë të them për veten, jam shumë budallaqe. Jam shumë budallaqe. Qa të bëjmë? U bëfshim lemsh. Lemsh u bëfshim. Makina s'po vjen. Ai po të kishte shku me mbushuj për zotin, a mish ka 3-4 orë që u largu. Do të kishte ardhë. Tash për 3-4 orë mas e kam rinë në Tiranë. Unë shketa këtu që do bëj. S'më hyet as brenda në çadër se më kap paniku. Po të mbyll deri në çadër s'friksohem më keq. Mër burri im ose bëf shpikën e hajrit. Edhe na sollet unë majtë malit na le këtu. Sa i pa përgjithshëm që është. Hika tash jo mish, va mbyll një videon, po futem brenda të ri pak ngrohtë aty me janën, të bubloj dhe sobën. Ai më vonë do futem prap. Do flas prap me ju